Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam një recet super të thjeshtë, por për ju dhe për fëmijët tuaj të cilët nuk duan ta shohin me sy brokolin. Duke i përgatitur në këtë mënyrë, të jeni të sigurt që nuk do i bëjnë as pak naze. Këtë e them me bindje pasi djali im është ai një nga ata fëmijë që nuk do që ta shohi me sy si perime. Atëherë, do ndaj me ju mënyrën se si e përgatis unë në mënyrë që ai ta konsumoj. Fillimisht pasi e kam larë shumë mirë brokolin, e shtoj në tenxhere ose në një tigan të thellë, duke shtuar ujë dhe e vendosim të ziej. Ndërkohë që brokoli zihen, ashtu siç e përgatisim gjithmonë për sallatë, në një enë do shtojmë një vezë, 200 ml qumësht ose 200 gram kos, çfarë t'ju gjendet në shtëpi. Unë e kisha kos, por erdhi pak shumë i holl, në fakt edhe e përdora për petulla dhe për receta të tjera. Kam shtuar krip dhe e përziejm masën shumë mirë me ndihmën e një luge ose një teli kuzhine, çfarë të keni në duar dhe çfarë të jetë më e lehtë për ju. Pasi kemi përzier masën, do shtojmë miell. Unë kam shtuar 8 lugë gjelle miell gruri, një maj luge pluhur fryrës, një maj luge çaji, kjo është luga më e vogël që unë kam, është si një lugë kafeje shumë e vockël, pra shumë pak pluhur fryrës, jo shumë, nuk nevojitet shumë, pasi dalin vërtet të buta vet. Një lugë gjelle djath kaçkavall që e kemi të grirë, kam shtuar unë, por mund të shtoni djathin tuaj të preferuar ose çfarë ju gjendet në shtëpi. E përziejm ashtu siç përgatisim brumin për petulla. Dhe pasi e kemi gati, edhe brokoli ka zier, e heqim me një anë dhe e presim holl me ndihmën e një thike, kështu si po shihni në video. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi brokolin e kemi prer holl, e shtojmë edhe atë në masën tjetër që përgatitëm. Unë kam shtuar edhe majdanos, nëse nuk e preferoni, mund ta zëvendësoni me ndonjë erës tjetër si kopër, pak rigon, nenexhik, sipas dëshirës. Kjo është për t'i hequr pak atë aromën që ka brokoli për ata që nuk e durojnë, si në rastin e fëmijëve, si në rastin e djalit tim që nuk e do fare brokolin, siç e përgatisim ne të zier dhe sallat. Kështu që meqense petullat janë të preferuarat e tij, i përgatis në këtë mënyrë. Dhe sot thash ta ndaj me ju, pasi jam e bindur që kam mjaft fëmijë që nuk e duan, por petullat e skuqura i duan ama, dhe në këtë mënyrë është shumë e mirë që ta konsumojnë si perime. I skuqim duke i vendosur me ndihmën e një luge, shumë thjesht dhe shumë shpejt. Do shihni që nuk përthithin vaj, pasi unë kam shtuar edhe masën tjetër dhe është e njëjta sasi vaj. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Dua t'ju kujtoj dhe ta theksoj që skuqja i bëjmë në zjarr të ngadalt, në mënyrë që të piqen sa më mirë duke i kthyer her pas here, derisa të marrin atë ngjyrën e mirë dhe të bëhen krokante në sipërfaqe dhe të buta në brendësi. Këto janë një ide shumë e mirë edhe për t'i marrë me vete në shkollë për fëmijët, por edhe për vete në punë. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe perime të tjera duke i grirë karrotë ose patate. Bëhen vërtet shumë të mira. Unë i kam provuar, ndaj ju sugjeroj që ta provoni pasi bëhen vërtet të mira nëse shton edhe perime të tjera. Dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa që kemi përgatitur. Nëse dëshironi që të bëhen petullat pufte, pra si tollumbace, mund ta përgatisni brumin që në darkë dhe në vend të
pluhur fryrësin mund të shtoni pak maja dhe ta ruani në frigorifer. Dhe në mëngjes i keni gati për t'i skuqur. Ashtu ato bëhen pufte, nëse ju i preferoni ashtu. I kam provuar edhe në atë mënyrë dhe kur t'i përgatis herën tjetër do përpiqem që të bëj një video gjithashtu, por ju jap një ide pasi keni mundësi të kombinoni sipas dëshirës dhe t'i përgatisni sipas dëshirës suaj. Si ju duke si recet, nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit.